deputet, miqet ftuar, i nderuar zoti Shalci, falenderoj Kuvendin e Shqipërisë për mikpritjen e këtij takimi të rëndësishëm në kuadër të kryesimit të Tiranës, procesit të bashkëpunimit Evropës Juglindore. Takimi ynë sot përbën një mundësi të vyer për të reflektuar mbi rolin e dialogut parlamentar në ndërtimin e një Evrope më bashkëpunuese, më të qëndrueshme dhe padyshim të rajonit ton më të integruar në familjen evropiane. Gjatë këtij viti, Shqipëria ka pasur nderin të mbajë 5 kryesi në formate kyçe rajonale, përfshirë bashkëpunimin ekonomik në Det Mezi, Kartën e Adriatikut, nismën e Evropës Qendrore, nismën për azil, migracion dhe refugjat dhe sigurisht procesin e bashkëpunimit në Evropën Juglindore. Kjo konvergjencë unike na ka mundësuar të sjellim energji dhe fokus evropian në agendën rajonale. Me këtë vizion kemi zgjedhur edhe moton e kryesimit nga Tirana, të formsojmë të ardhmen tonë evropiane. Ne shohim këtë proces bashkëpunimi si një mekanizëm të rëndësishëm rajonal, një platformë për nxitjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore, forcimin e bashkëpunimit dhe promovimin e përkushtimit të përbashkët ndaj paqes, mirëqenies dhe integrimit evropian. E ky është një proces gjithëpërfshirës që na bashkon në një qëllimit të përbashkët, ankorimin e rajonit ton fort në familjen evropiane. Kryesimi i Shqipërisë është përpjekur të reflektojë këtë ambicie përmes 3 prioriteteve kryesore: thellimin e bashkëpunimit rajonal, avancimin e agendës së integrimit evropian për vendet që nuk janë ende pjesë dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës. E në këtë kuadër kemi organizuar një gamë të gjerë takimesh në fushën e politikës jashtme, dialogut parlamentar, koordinimit politik, kulturës, turizmit, transportit, bashkëpunimit ekonomik dhe qëndrueshmërisë digjitale. Këto kanë qenë mundësi për të lidhur jo vetëm institucionet, por dhe njerëzit, idetë dhe aspiratat tona të përbashkëta. Me rëndësi të veçantë ka qenë forcimi i bashkëpunimit ndërparlamentar. Dëshiroj të përgëzoj Kuvendin e Shqipërisë për udhëheqjen aktive të Asamblesë Parlamentare të procesit bashkëpunimit. Puna juaj është thelbësore për nxitjen e dialogut për te kufive, forcimin e institucioneve demokratike dhe avancimin e reformave që rajoni ynë ka nevojë për të realizuar në rrugën drejt bashkimit evropian. E në këtë frym dua të theksoj gjithashtu se bashkëpunimi aktual ka qenë instrumental për të harmonizuar përpjekjet rajonale me projektin më të gjerë evropian. Samiti i ardhshëm i krerëve të shtetave dhe qeverive të procesit bashkëpunimit Evropës Juglindore që do mbahet në Tiranë në 16 qershor do të jetë një moment kyç për të reafirmuar këtë përkushtim përbashkët. Në temën nxitja e stabilitetit dhe mirëqenies përmes bashkëpunimit rajonal dhe integrimit në Bashkimin Evropian, Samiti do të shërbejë si platformë për të artikuluar vizionin tonë përbashkët për një Evropë juglindore paqësore, demokratike dhe të bashkuar. Ne besojmë fuqishëm se zgjerimi i Bashkimit Evropian mbetet një nga projektet më të suksesshme paqes në histori për Evropën juglindore. Ai është më shumë se një objektiv politik, është një domosdoshmëri strategjike. Rruga drejt antarësimit duhet vazhdoj të bazohet në kriteret të qarta, reforma të besueshme dhe respektimin e vlerave themelore. Duke parë përpara, duhet njohim rolin thelbësor që luajnë parlamentet kombëtare në këtë rrugtim përmes veprimit legislativ, mbikëqyrjes dhe angazhimit publik. Ju ndihmoni që perspektiva europiane të mos mbetet vetëm një aspirat politike apo diplomatike, por të bëhet një zgjedhje konkrete dhe e përqafuar nga gjithë shoqëritë tona. Në mbyllje, dëshiroj të konfirmoj mbështetjen e plotë të Shqipërisë për punën e Asamblesë Parlamentare të procesit bashkëpunimit në Evropën Juglindore. Duhet vijojmë, forcojmë këtë partneritet, të thellojmë bashkërendimin dhe të fuqizojmë institucionet demokratike që u japin zë qytetarëve tanë dhe legjitimitet ambicës sonë europiane. Duke punuar së bashku, mund ta bëjmë realitet vizionin tonë përbashkët për një Evropë juglindore më të qëndrueshme, më të begatë dhe plotësisht europiane. Ju faleminderit dhe punë të mbarë.